Fillojmë me votimin e aktit. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes huas direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit i jashtëm ushtarak FMF. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit të propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Ngrini kartonin, ju lutem. Miratohet. Neni 2 me pëlqimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, ky ligj hyn në fuqi menjëherë. Pro, kundër, abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji.